E kom pa që shumë prej muslimanëve intereson edhe vetën shumë shpesh a ban maulud me lutje normale kur jenë ato falë në salat që janë farz. Je të falë 4 rekate drekës ose 2 rekate sabahit farz. A ban maulud në ta? Sejdja është sejdja musliman. Masafër me që ki mundësi me kanë me Allahun është kur jenë sejdë. Do me thanë, ban maulud. Ajo që ka do të me pas kujdes, tash përshkojnë atë zbrit, e para ban maulud. Me pas kujdes në qofë se lutja jote është ajet, ose hadith, në këta nuk ka kërkush problem me këta. është ajet, s'ka kërkush problem me ta, po shabal, i të falë farzën e sabahet, edhe në sejdë thu, Rabbena, atina fi dunja haseneten, o fil akhirati haseneten, o qina adhaben nar. Në sejdë, kërkush s'ka mos pajtime këta, kejt pajtohen kjo është në rregull. Ose thunë në sejdë të falë drejkën, thu, Rabbi, zidni ilme, Rabbi, shto ma mu dijen, është ajet. Kur s'ka mos pajtime këta, kjo lejohet. Ajo që ka nuk ban me ba me lut Allahun veç për dunja. Veç për dunja. Me lut Allahun azogel veç për dunja. Ama qysh veç për dunja? Tash po mundu na me ta pru në shambull. Për shambull një nanë, lutë e thët, Allahumma uzama evladin tam. A është lutë për dunja? Po. Se ka lutë Allahun me rujtë Allahu azogel evladin e sajna, prej alkoholit, prej droga, prej uzama evladin tam. Ama është veç për dunja? Jo. Edhe për hajret, bile shumë a shumë për hajret. Do me thënë, një gjahë tjilë lejohet. Për shamu thët, një motër i unë thët Allahumma uzama burën tam. A është lutë për dunja? Po. Ama doza për ahiret është shumë e madhe në ta. Do me thënë, kjo nuk është lutë veç për dunja. Kjo banë. Ajo që ka zbanë me kanë veç për dunja. Për shamu, dikush thët, Allahumma mësoma me pas një kerë me cilën i shërbej familjes tame, i qaj, shkojnë a blejnë harq, vina, i qojtë e mjeki. A është për dunja? Jo. Kjo është për dunja dhe për të mirën e tina për në dunja dhe në ahiret. Ama dikush thët, Allahumma mësoma me pas një kerë që si edhe që si të ka qitë farë marke, kjo është të një dunja krejt. E kjo nuk banë. Në këta e në këtë pajtimi që kjo zbanë. Do me thërë me kanë veç e dunjas. Në këta musullut. Në qofë se, sidomos kur jetë të falë, farzje. Tash, dhe të bojna një vitë tjetër me leja në Allahu të Azuzel, se a banë mullut në gjuhën tonë. Shqip. A banë mullut. E lusëm Allahu në Azuzel në lëtsu në një mund gjithmonë.